Rëshen? Po. Qyteti Rësheni, qyteti administrativ që ka filluar që nga viti 29 apo 28, se ka qenë fshat. Edhe ai që e ka vendosur me barë këtu, ka qenë Bardhok Biba. A i ka vendosur? Bardhok Biba në atë kohë ishte sekretari i parë, ishte në Shpalë. Dhe e vranë? Edhe në 29 është vra, fatkeqësisht është vra, edhe pabesisht është vra. Kush e vranë? E vranë në bandat e maleve. Edhe urdhin e ka lëshu kushëri i vetë, nuk Pjetër Gjemarku. Po mi, pse ka akoma debat për këtë ngjarje? Kjo më bën çuditë. Debatet në Shqipëri, ne edhe po të thush tash që unë isha ke Ronalde, ke Qafoku, do thot tjetë, jo ishe, jo si ishe kur jemi prezent. Kjo mendja kjo në shqiptarve. E vranë, po pse e vranë nërsi? E vranë absolutisht e vranë vetëm sepse ishte në detyrë që ishte edhe nuk ishte, sepse ishte Gjemarka edhe këj. Kushënjë kishte Gjemarka Gjoni. Vetëm se ishte me komunistët? Vetëm që ishte përvërimtari i kohës edhe vetëm pranë e vranë. Lesi shtonë pastaj, jo, kishte gjake, kishte këte, kishte asti gjake, kishte gjabë. Ati kishte, me pari kishin vra vlajnë e ti. Ja kishin vra. Ka marrë madhe për Rëshenin? Shumë, shkoj disa herë. Jo, ti shkon se ti shkon Rubik e shpinë, do të pjesu dhe për Rubikun, po. Ka marrë madhe, se ke qenë kretar komiteti. Po kam një disa... Na thuj gjë që e ke bërë dhe e krenarë, se te kam bërë unë këtë. Jo, në Rëshen... Unë në Rëshen nuk mund të them që kam, sepse unë kam jam bërë kryetar rrethi në fund të 89-ës. Se kishte marrë funda e punë. Shqyqyr që marrëm ca pallate që ishin ndërtim, sepse nuk mund bënim gjanë tjetër, se kishte marrë fund gjë gjanë. Po të tjetër? Këtu kam dalë minjerë. Ku je këtu? Tu do t'jemi në Munell, minjerën e Munellës. Po ç'do ti i veshur kështu si? I veshur si ishte nën tokë, që hin nën tokë. Sa metra ke qenë nën tokë? Vetëm galeria horizontale është 1000 metra. Qa thua? Përveç horizonteve të tjera. 1000 metra? Po. Edhe këte ka kompani turke, të dy specialistët, këtej Zefleshi është metalurg, aja tje Kujtim Gjoka është i gjirë minjerë, dhe kemi qenë bashkarisht në Munell, kemi hynë minjerë për të pa punimet. E frikshme është? Në atë kohë kam qenë, mos gaboj, kam qenë zëvendës ministra. E frikshme është? Për mua jo. Nuk është, s'ke fare fobi? Maj men që kur hyra në Munell erdhe ambasadori turk. Po? Për ta pasë, e ka kompani turke. Po? I thash mos hynë në tokë, thash se unë jam i profesion, jam sot hynë në tokë, ti mos hynë. Jo do hynë, ta hyni. Dhe kur doli, a ishte jurist në profesion. Kur doli, atje ke dhoma që u gjveshëm, i thash si të duk. Jam shumë i lumë kur tha që nuk e kam atë profesion. Po dhe tjetër. Po këtu? Këtu ka që 20 vjetori në marrë gjeologike të Rubikut. Me Coca-Cola, me Sprite, me Fanta? Po, ishte një koktej, këtu është drejtori i përgjithshëm, ka qenë i gjeologjisë, ky është ish kryetari i kësaj sindikatave Kastriot, si e ka... Po. Aja ti ishte, aja që mes me drejtori i përgjithshëm, është drejtori i nërmarrjes, ka qenë, kurse ato janë inxhinierë. Këtu edhe këtu ka qenë drejtori i institutit dikur. Po do tjetër? Të japi Madheu sa më shumë minerale. Po kjo ishte parullë. Një poster, kam gjetë një poster, që në atë kohë ishte kështu lajmotivi i gjithë jetës të sektorit tuaj, po ndoshta edhe që realisht e ndihmuan ekonominë e Shqipërisë, sepse vitet e 10 shkatërrua Shqipëria, si ka mundësi? Absolutisht e ndihmuan, dhe po them që nga të gjithë peshën ekonomike kryesore në industri e mante nafta, kromi edhe këto mineralet, industria rëndë. Gjëra fillon të venitin pastaj gradualisht, sepse edhe sistemi filloi të... Ky është Rubiku, 1937. Po, Rubiku. Ja, pra, në kohën italianëve. Po? Më thuaj ti çka për këtë qytet, se ti aty nga Rubiku je. Ky qytet edhe ky ka qenë fshat deri në vitet 30, në vitet 30 italianët zbuluan minjerën e Rubikut, Bakri ishte cilësisë shumë të mirë, shumë të lartë. Po, ata e zbuluan. Pastaj ka qenë Boriç, ka qenë mos gaboj, ka qenë Jati Loro Boriçi që ka marrë, ka qenë ortak me italianët. Babai Loro Boriçit? Me sa mbaj menon ka qenë babai Loro Boriçit. Edhe ka fillu pastaj shfrytëzimi, përveç Rubikut, pastaj ka shfilluar edhe një minjerë tjetër në Derven, që në atë kohë ishte bërë teleferiku nga Derveni dhe vite mineralit Rubik.
Edhe kanë fillu, kanë ngrit metallurgjia parë që ngrit deri në vitin 44. Në 44 është ndërprer, pastaj ka fillu përsëri në 46. Foto tjetër? Po kjo? Këtu kam qenë në përvjetorin e vrasjes Palmelyshit. Prandaj është ajo mbrapa? Po, ajo është lapidari Palmelyshit. Do të kem qenë nga viti... Çfarë detyre kishit ju aty? Kam qenë kryetar komiteti. Kryetar komiteti? Po. Kjo këtej është gruaja Bardhok Bibës. Kjo është gruaja Bardhok Bibës? Kush e vrau Palmelyshi? Palmelyshi nuk sot e kësaj dite për mua është enigme. A është vrar nga banda apo a vrar nga përplasja e sigurimit me bandë? Tani e vërtetë është që ai ishte agent i sigurimit? Absolutisht, po ishte pjesë e bandë. Ishte futur. Ai kur vra Bardhok Biba, ai ka qenë pjesë e kësaj e qetës Puk Mirdit. Edhe kur vra Bardhok Biba, ai është betuar me varrin e Bardhok Bibës që do marr hak. Pra i betuar. Po, betuar. Pra babai i tij ishte barajtar i Mirdis dhe ai kishte hik në Itali. Po. Dhe bandës i kishte lënë një fishek që ku ta gjeni vrit një djalin tim sepse është me dje komuniste. Domethënë filmi që nga real. Shumë real. Atë skenar duket kush e ka bë ka shku Mark Dodani, kush e ka. Mark Dodani? Ai është shumë real. Ai film, ai skenar është? Ai hyrin band si pjesëtari i sigurimit, ka qenë një moshë fare të re, mund të ketë qenë një moshë maksimum 22-23 vjeç, nuk ka qenë më tepër. Po. Edhe hyrin band, edhe pastaj ju dha, nuk u vra, ju dha mori vizën që për shkonte në Itali. Shkonte në Itali, ke babaj vetë në atë kohë, u zhvilloshin këto provokacionet që bashin Amerika e operacioni i famshëm, edhe shumë kishte bazë edhe në Itali. Edhe ju tha që shkonte të babaj vetë për të zbulu diçka atje, mirë po në gjoj se do të vrit edhe i tjetër drejtues kryesorë në rreth, mas ishte vra Bardhok Biba. Dhe i lajmëroi. Edhe ai nuk lajmëroi, ajo u kthy prap, u kthy në band. Edhe në përplasje aty nuk jepet hall tash, o është vrap. Se sigurimi nuk e dinte që aja është në bandë. Sigurimi dinte. Kush e dinte? Vetëm Kadriazbiu? Ate mund ta dinte vetëm, po them, Enver Hoxha me qeve Kadriazbiu. Vetëm këta tre? Edhe kryetari Deks brendshme. Mirditës. Se ka një thanje kur është vëra Palmelyshi. Aty në Rreshen ka qenë është një lumë, quhet lumi Zmes. Aty i varrosni, aty në breg lumit, në Zhavor, to si vritëshin. Dhe Palmelyshi ka shku aty si bandit, i vra, bashkë me banditet. Se fillim aju u varros si bandit? Si bandit. Sa din dhe i ti? Ka 7 vjetë. I varrosu? Po 7 vjetë, ta themur një historinë. Një mirditor aty, pa përgjithshëm, i ka ra në shqelm këti. I ka ra me kam nga koka. Kryetari Deks brendshme të atëherë, jo me dashje, si ishte, a e diti qa kriminel, nuk e dinte qa... Kufom në këtë. Kufom, po realisht Mirdit edhe po t'ishte kriminel Kufoma nuk preke. Ishte arrepsisht ndaluar. Pa i pse, bërë? I pa përgjithshëm, se që bëjnë nga i herë shumë kush, ose mu duk ma katolik se papa, gjërë mu. E kupton. Edhe kryetari Deks ishte Sulmanoku, ishte nga Vlora, e ka për kraho, i ka thënë turp të kesh. Theve rritin e Mirdita nuk e prek Kufomën. Edhe kur e vret, larkë qoftë e vret vetë, a e kthe për smari, bjen për myrë, se kthen për smari edhe nuk e prek me dorë, nuk e godet, adaj që e ka hasën. I kanë internu nanën edhe 2 vëllezërit. A ti? Po, ja kanë qenë në Vlorë. Motra vetë ishte në shkollë tregtare në Vlorë, nuk e gjetën atë, edhe ajo mbeti pa u internu. I kanë internu në Tepelen. Në kryet e 7 viteve, që kanë qenë në Tepelen, i varrosën në Rreshene. Në këtë 7 viteve, ka shku Kadriazbiu vetë, ka marrë nanën e Palmelyshit edhe 2 vëllezërit. Dhe kur ka në lushnje, e ka pyte jama, i ka thënë, kum që? I ka thënë të Enver Hoxha. Jo, i ka thënë. Unë jam nana krimineri, që dhe më që është Enver Hoxha. Jo, i ka thënë Kadriazbiu, ti e nana shokut tim dashur. Edhe të nesme në abonë, të mas në disa ditë, abonë të sërbëje në Rreshen, ku a shpalë heroj popullit, dhe amarra vendosë në varrëzët e dëshmorëve. Po mirë, si e priti Mirdita këtë kapërcim ka ishtë masë? Nga kriminel dhe diversant në hero? Po atëherë u sjarun gjërat, po thanë se si ka qenë veprimtaria gjithë. Ti ishe i bindur vetë? Ti ishe i bindur vetë se ti ke qenë kryetar komiteti? Absolutisht 100% i bindur. Që ai ishte i sigurimit? Që ai ishte i sigurimit, po nuk diskutohet që ishte i sigurimit. Tani kam një pyetje kështu thelbësore. Kush ishin heronjt? Ata diversantët që donin të rrëzonin regjimin komunist apo këta po themi të sigurimit dhe kufitarët që nuk i lejonin ata të ndronin regjimin?